أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين Allahun e madhreshëm e falenderojmë, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë të bekuar, na bëf Zoti dhe neve për tyra amin ajmain salihin siddiqin ulaika rafika. Kësaj radhe do të stacionohemi tek një ngjarje që për të folur rreth kësaj ngjarje do të duhej një simpozium ose një seminar për të diskutuar rreth kësaj ngjarje, mirë po ne do të mundohemi ta japim një mesazh përmes një ligjërate të shkurtër brenda pak minutash së bashku. Pra është fjala pikërisht për anijen e Nuhut alayhis salam ose ngjarjen e Nuhut alayhis salam, që kjo ngjarje gjithmonë është mode, është domethënë gjithmonë është aktuale për njerëzimin, edhe si duket vazhdimisht ajo ka nevojë për të përsërit edhe për të treguar për vlerën dhe rëndësinë që ka pra kjo ngjarje dhe ky eveniment historik i kësaj ngjarje pra të anijes së Nuhut alayhis salam. Është një ndër ngjarjet më të njohura dhe domethënëse në historinë e pejgamberëve të Zotit alayhimus salam, pra ku edhe Nuhu alayhis salam pra tha an ya'budullah fajtanibut taghut, tha adhuroni Zotin e mos i bëni atij na shok, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana, pra adhuroni Zotin, mos i bëni shok dhe silluni në mënyrë bamirëse me prindrit e juaj. Prandaj thirrja e Nuhut alayhis salam është një thirrje që na jep me tregu të gjithë neve si pra edukator dhe si thirrës, që thirrja duhet bërë ashtu siç bën pejgamberët e Zotit, thirrën natën, thirrën ditën, popullin mos besimtar, që ai popull të merr një shkëndi drite që me shpresë tek Zoti që ata të udhëzohen dhe të drejtohen në sirat al-mustaqim, në rrugën e drejtë. Thirrja e Nuhut alayhis salam ishte një thirrje pe pejgamberëve të Zotit, i cili ishte pra nebi, ishte i dërguar i Zotit, ishte Rasulullah, i dërguar i Zotit, dhe në kohën e Nuhut alayhis salam u shfaq idhujtaria, pra u shfaq idhujtaria në mënyrë masive, dhe Nuhu alayhis salam kishte një grup i vogël që besonin pra Zotin e Madhëshëm, sepse Allahu asnjëherë nuk e lën tokën e vet pa një grup njerëzish që janë besimtar dhe që besojnë një Zot dhe që udhëheqin ka hemira dhe i thrasin njerëzit pra në mirësi. Ai ftoi popullin e vet pra në besim wahdanie, në besimin në një Zot dhe largimin nga idhujtaria. Dhe prapa ta nuk besonin, edhe pse ai thiri me shekuj, thuhet 950 vjet e më tepër, para dhe pas tufanit përmbytjes, sepse do të ndodh një përmbytje nga shpërthimi i ujrave, pra toksore, bitoksore, pra dhe shirave, po ashtu, dhe ajo do të quhet tufan, pra përmbytje. Edhe kjo ngjarje na tregon se njerëzimi vazhdimisht ka nevojë për re-updatim ose rithirrje në edukim, kur ata humbasin rrugën, vazhdimisht mësuesit e mirë, edukatorët e mirë, pra i thrasin njerëzit që të kthehen në besimin e Zotit, respektimin e familjes, respektimin e vlerave. Sepse kur humbasin vlerat, se devijojnë vlerat, atëherë dominon antivlera. Dhe filloi pra të ndërtoi erdhi urdhni që të ndërtoi një anije. Po shumë interesant kjo çështja e ndërtimit të anijes.
i erdhi urdhri nga krijuesi që ndërtoi një anije, filloi ndërtoi një anije në një vend ku gjasat për ujë edhe për përmbytje ishin zerra. Do thonë, po ta shikoje të ndërtosh një anije në një vend të thatë ku s'ka as burime uji, ata të gjithë filluan të talleshin me të bëjnë hajgare, pra me ta përqeshin pejgamberin e Zotit, ata mosbesuesit, mosbesimtarët, edhe filluan ta përqeshin, të thonë si po bën ti një anije në një vend ku gjasat për ujë janë zerra. Edhe shpesh pastaj edhe akuzuan sikur ky qen ka i çmendur, edhe shpesh na bien mend disa njerëz që në udhëtimin ton edhe neve ndoshta na kanë përqeshur dhe kanë thonë çka jeni të bëj, se si jeni të bëj kur ço. Mirë po, përpjekja në udhëtim të misionit të mirë, të fjalës së mirë, të edukimit, padyshim do të ketë dhe ndihmën e krijuesit. Andaj çdo thirrës, çdo edukator që mundohet të mbjell fjalën e mirë, veprën e mirë, punën e mirë, padyshim që do ketë ndihmën e Allahut fuqiplot. Ju e dini rastin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, i cili në shumë vështirësi që kishin rrethuar, në shpellë i zbritën ajetet kuranore, la tahzan inna Allah ma'ana, mos u brengos, pra Allahu është me ne, është me ju. Në këtë rast, pra, mosbesuesit, kur Nuh a.s. i threste, pra, ata thuashte se i bënin copa të llaçit me pambuk të pemëve, i përzinin edhe i vendosnin në veshët e tyre, në mënyrë që mos ta dëgjonin thirrjen e Nuhut a.s. Pra i bllokonin vesht për mos me ndëgju çka flet Nuhi a.s. Sepse kishin frikë se do të ndoheshin nga fjalimet e tij dhe do ndikoheshin nga fjalimet e tij. Dhe kjo është shumë interesant kur e bën një krahasim në ditët e sotme roli i radios ose televizionit ose medias, çfarë roli ka zëri e sidomos zëri të vërtetës, sepse kur ti e thu të vërtetën, e vërteta godet. Vërteta gjen vend në fitrën e njeriut, sepse njeriu, pra çdo njeri ka fitër, ka natyrshmërinë e tij, ka bazën e shëndosh, pastaj ndikon shoqëria, ambienti që e rrethon në rindërtim të tij ose forcim të personalitetit të tij ose në rrënim të personalitetit të tij. Dhe sigurisht që ata nuk i dëgjonin as fjalët e thirrjet që ju bënte pra pejgamberi Nuh a.s. E kjo është një keqardhje, sepse ata i bën dëm vetëm se vetvetes së tyre. Ashtu siç e kemi rastin e Zeidit kur hyp në shkallët e Mekës për t'u mësuar njerëzve Islamin, dhe Ebu Xehli nuk e lejon me fol, me ju tregu njerëzve rregullat e besimit islam të paqes, dhe nga turma vjen Axha i mixha i dërgumit Muhammed a.s. dhe e godet Ebu Xehlin dhe i thot ti nuk e le as të flas ata. Pra, këta nuk as që e dëgjuan, po as nuk e lan me fol duke e paragjykuar dhe duke e nënçmuar, shpesh herë dhe duke e konsideruar si ajami ose i padijshëm. Mësime që nxjerrim nga historia e anijes së Nuhut a.s. janë të shumta, se ndër mësimet që mund nxjerrim është durimi në thirrje për të mirë. Edhe pse shumë, pra shekuj me radhë, ai duronte edhe nuk dorëzohej. Kjo është edhe psikologjinë e suksesit, që njerëzit që nuk dorëzohen në jetë janë të prirur për pas sukses. Njerëzit cilët këmbgulin drejt suksesit, wa ma tawfiki illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, dhe suksesi im është pra në dorën e Allahut subhanahu wa taala.
Dhe Nuhu a.s. ishte i bindur se suksesi ishte pra në dorën e Allahut dhe ai këngulte në mision që të arrinte përhapte fjalën e mirë dhe fjalën e vërtetë. Në anije, ai mori nga gjitha kafshët dhe çiftet edhe i vendosi në ekuipazhin e anijes. Ka transmetime rivajete ndryshme, mufesirin, komentatorët e Kuranit thonë se kjo nuk ka qenë thjesht edhe një anije, po ka qenë në formë si në ndetëse, për shkak se ai thotë kur ka mbyll kapakun e madh të saj, sepse kur ka rënë shi nga lart, ka pas edhe poshtë, edhe kur vjen shiu nga lart, ne e dimë që në anije gjasat kur ka shi të madh përmyndet anija sepse vjen ujë edhe nga lart, kështu që duhet mbyllur ajo dhe të lëndroj edhe poshtë ujit, jo vetëm në sipërfaqe, kur ka vërshime edhe ndime të mëdha, vetëm në ndetëset mund të rezistojnë përmbytjeve të këtij lloji. Dhe derisa u vendos në kodrën Xhudi dhe atje pra u përhap pasi u stabilizu kjo përmbytja, atëherë u shpërndan bijt dhe bijat e Nuhut a.s. dhe u popullu njerëzimi nëpër kontinentet e botës. Mësime tjera që nxjerrim nga historia e anijes së Nuhut a.s. është se bindja në Allahun xhaleshanuhu na bën të jemi të suksesshëm. Wa atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum, pra ne bindemi Allahut, respektojmë të dërguarin dhe prisat nga ne. Pastaj besimi sjell shpëtim. Ata që besuan u shpëtuan nga përmbytja. Prandaj nëse ne kemi besim dhe jemi besimtar, Allahu do të na lartësojë në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj ne i lutemi Zotit, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, na jep të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër, ruana nga zjarri. Pastaj mësime tjera që marrim është mohimi ka pasoja. Të mohosh ka pasoja. Ata që refuzojnë të vërtetën u përballen me dënim. Subhanallah, pra ata që nuk u pajtuan edhe nuk u futën në ekuipazhin e anijes që simbolizon edhe anijen e shpëtimit të njerëzimit edhe gjallësave, pra ata i gjeti belaja. Ata u përmbytën. Pra morën atë çka kërkuan. Edhe pastaj kemi edhe pjesën te familja. Familja nuk mjafton, pra pa besim, sepse kemi edhe shembullin e djalit të Nuhut a.s. Sepse ai ishte shumë i mërzitur se Nuh a.s. i kishte disa djemë edhe mesin e njëri prej tyre ishte pabesimtar, njëri djali i Nuhit a.s. dhe ky kishte atë mallin për fëmin, për evladin, edhe thoshte, o Allah, është djali im, dhe i vjen një zë i thot, ja Nuh, ti vazhdo misionin tënd sepse ai e ka marrë një rrugë shumë të gabuar. Dhe pra në këtë rast, edhe pse kishte një djalë nga familja vet që kishte devijuar, ishte bërë pabesimtar, Nuh a.s. vazhdoi misionin e besimit dhe nuk shkoi pas mosbesuesve. Kjo është shumë e rëndësishme, edhe pse mund të jetë familjari juaj, ti do ta këshillosh gjithë jetën, por në fund të ditës nuk do shkosh rrugës së tij. Pra ti do e këshillosh që ai të ecë në rrugë të mbar, në rrugë të mirë, por ti nuk do të bësh si ai, sepse Zoti thot në Kur'an, nuk mund ti barazoni ose krahasoni besimtarët me mosbesimtarët, ç'është me ju si gjykoni kështu. Pastaj mësimi tjetër që nxjerrim është se Allahu është i mëshirshëm, është Rahman, është Rahim dhe është i drejtë. Ai shpërblen besimtarët, por i paralajmëron njerëzit para se të vijë ndëshkimi. Pra i kishte paralajmëruar përmes mësimeve të Nuhut a.s. sepse Nuhu vazhdimisht i thirrte
që të besojnë një Zot, që të ecin rrugës së mbar, të mos adhurojnë gjëra të kota, të jenë njerëz të mirë, të bashkohen në punë të mira, por ata vetëm se talleshin dhe bënin shaka, nuk e merrnin asgjë seriozisht. Prandaj, siç thot edhe një thënie, një proverb e urtë, për angazhim ka shpërblim. Mirë po, edhe për shpërblim, në qoftë se s'ka angazhim, ka ndëshkim. Prandaj, ata u ndëshkuan për shkak se gjithçka refuzuan. Dhe ata morën atë çka kërkuan. Prandaj Zoti na ruaj, sepse ne si besimtarë jemi të thirrur që t'i thirrim njerëzit në anijen e shpëtimit, në anijen e arsimit, edukimit, besimit, mirëkuptimit, harmonisë, tolerancës, paqes dhe mirësisë. Kështu ishte pra dhe Nuhu a.s. i cili me selam dhe paqe i ftoi njerëzit që të hynë në ekuipazhin e anijes dhe shpresës. Që ata të vazhdonin jetën me drejtësi, me punë të mira dhe vepra të cilat e çojnë përpara njerëzimin. Selam aleikum.